Pas konflikteve të vazhdueshme mes Fatit dhe Gorkemit, Pembe, me besimin e saj të thellë në praktikat tradicionale, vendos ta çojë nusen te një hoc që shkruan lutje për mirësimin e marrëdhënieve martesore dhe mbrojtje nga syri i keq. Për Pembe, kjo është një mënyrë për ta zbutur nusen dhe për të ruajtur stabilitetin familjar sipas mënyrës së saj. Gorkem, për të mos krijuar tensionet e reja dhe për të ruajtur imazhin përballë vjerrës, pranon të shkojë, duke u dukur e respektueshme dhe e përulur. Sapo hyn në dhomën e hoxhës, ajo sillet me qetësi dhe ndershmëri, duke i kërkuar atij që të shkruajë një lutje për harmoninë familjare. Por hoxha nis të sillet në mënyrë të dyshim, me nënkuptime të pakëndshme dhe energji jo të pastër. Ai përdor pozitën e tij për të manipuluar dhe është e qartë që nuk është aty për të ndihmuar, por për të përfituar. Gorkem, inteligjente dhe kujdesshme, e kupton menjëherë qëllimin e tij të vërtetë. Ajo reagon me vendosmëri dhe kërcënim të heshtur, duke e vendosur hoxhën në vendin e vet dhe duke e bërë të kuptojë se nuk do të luajë me të. Kur del nga dhoma, Pembe e pret me shpresë se diçka do të rregullohet, por Gorkem nuk e lejon të kuptojë asgjë për çfarë ndodhi brenda. Ajo mbron dinjitetin e saj, e mban situatën nën kontroll dhe në heshtje fiton një betejë që Pembe as nuk e imagjinon. Në përpjekje për të matur reagimin e tij, Doha i tregon Girajit me ton të butë, por të qëllimshëm se do të dalë për darkë me Xemren dhe Fatin. Ajo pret ndoshta një shenjë xhelozie, një pyetje, një reagim emocional që do të tregonte Giraji ende kujdeset apo mban një lidhje si përfaqësore me ta. Por reagimi i Girajit është i ftohtë dhe gati indiferent. Ai e pranon lajmin pa asnjë emocion, duke mos treguar as pak shqetësim. Ky qëndrim i ftohtë vetëm sa shton dyshimet e Dohës. Më pas Giraji i thot Dohës me qetësi se ai vetë do të takohet me Evesin për të diskutuar çështje të trashëgimisë. Por kjo përmendje e Evesit e tensionon më shumë atmosferën për Dohën. Hale e dëshpëruar dhe pa rrugdalje, telefonon Mustafajin në mes të ankthit, duke i treguar se pronari i shtëpisë e ka nxjerrë jashtë, bashkë me vajzën e saj të sëmurë. Ajo është në rrugë pas tre e pafuqishme dhe i kërkon ndihmë të vetmit person që i ka qëndruar pranë deri tani, Mustafaj. Pa hezitim, Mustafaj premton se do ta rregullojë menjëherë situatën. Ai i kërkon punëtorit të tij dhe i jep urdhër që të gjejë sa më shpejt një shtëpi të re për të dhe vajzën e saj. Por gjithashtu, ai e paralajmëron qartë që askush nuk duhet ta mësojë për këtë ndihmë, as familja e tij dhe as të tjerët. Gjatë një bisede të qetë dhe intime me Merin, Doha shkarkon shpirtin e saj, duke ndarë disa episode nga përditshmëria me Girajin, veçanërisht mënyrën shqetësuese të ftohtë dhe pa emocion nga ana e tij. Ajo i tregon, në rastet që do të kërkonin xhelozi ose ndjeshmëri, Giraji ka qëndruar krejt i pandjeshëm, si të mos i interesonte me asgjë që kishte lidhje me të. Kjo mungesë reagimi e ka bërë Dohën të ndihet e padukshme, e pavlerë dhe emocionalisht e vetmuar në këtë marrëdhënie. Në një moment të reflektimi, Doha bën një krahasim që e ndron ditë edhe vetë. Sikur të ishte Fati në vend të Girajit, ai nuk do falinte kur një gjë të tillë të kalonte pa reaguar. Meri me instinkt të mprekt dhe ndjeshmëri shoqërore e pyet qartë: a të mungon Fati? Doha nguron, qesh me nervozizëm dhe përpiqet të anashkalojë pyetjen duke u fokusuar në situatën aktuale. Xhansu i hapet Fatit për problemet e saj financiare dhe kredit që ka marrë. Ajo ndoshta pret mbështetje emocionale, por Fati si pjesë e planit të tij të fshehtë, luan kartën e burrit të fuqishëm dhe i premton: për sa kohë je me mua, nuk do të kesh më probleme të tilla. Xhansu nuk e kupton realisht lojën që po luhet me të dhe e falenderon me emocion. Jam me fat që je pjesë e jetës time, duke u kënaqur që më në fund gjeti një sponsor që ta mbështesë. Hale telefonon Mustafajin për ta falenderuar që e ndihmoi me strehimin e saj dhe të vajzës së sëmurë. Me zë të butë dhe falenderues, ajo i thot: "S'dia kujt i drejtohesha, të jam mirënjohëse. Do doja të të ftoja në hotel për një kafe, si shenjë falenderimi." Mustafa i ka përmendis ndjenjës së përgjegjësisë dhe ndoshta egoje të lënduar përgjigjet menjëherë: "Do të përpiqem të jem aty sa më shpejt të jetë e mundur." Pas ndihmës së fshehtë që Mustafa i dha Hales, ajo e telefonon menjëherë Gorkemin si pjesë e planit të ndërtuar me kujdes. Me zë të ulët por të kënaqur, ajo i tregon: "Ai më gjeti një hyrje të re. Gjithçka po ecën sipas planit." Gorkem e kënaqur nga përparimi i situatës, i jep urdhrin e radhës: "Njoftom sa po të vi Mustafaj. Ne do të vendosim kamerat. Ti duhet të krijosh një situatë intime që të mos ketë kthim mbrapa për të." Në një darkë të qetë,
Doha, Fati dhe vajza e tyre ndajnë një moment që duket i zakonshëm, por që kthejnë gjithçka me ndjenjë dhe reflektim të thellë. Një kamarier e komplimenton Dohën për paraqitjen e saj me një shprehje të pafajshme. Por Fati nuk e pranon këtë koment si të pafajshëm. Reagon menjëherë, e kritikon kamarierin dhe tregon një xhelozi spontane që vjen nga zemra. Në atë çast, Doha mbetet e habitur dhe pa thënë me zë, bën krahasimin me Girajin. Girai as nuk do kishte reaguar, ai nuk ka asnjë ndjenjë për mua. Fati duke e ndjerë ndryshimin në energjinë e saj e pyet me butësi: "Çfarë të shqetëson, Doha?" Dhe me një ton të sinqertë dhe prekës, ai shton: "Pavarësisht se çfarë ka ndodhur mes nesh, unë do të jem gjithmonë këtu për ty." Pas një darke emocionuese me Dohën dhe vajzën e tyre, Fati kthehet në shtëpi, ku e pret Gorkemi, jo me mirëseardhje, por me një pyetje thunguese: si ka mundësi që burri Dohës e lejon të darkojë me ty? Kjo pyetje nuk është thjesht një xhelozi, por një sinjal i qartë se Gorkem ndjen rrezikun e pranisë së vazhdueshme të Dohës në jetën e Fatit. Por Fati nuk lejon më të vihet në pozitën mbrojtëse. Ai përgjigjet me vendosmëri, duke vendosur një vit të kuqe dhe të padiskutueshme: "Unë nuk do të lejoj askën që të ndërhyj në marrëdhënien time me Dohën dhe vajzën time. Kjo është e padiskutueshme." Mary tregon një anë të saj që prek zemrën e çdo shikuesi. Ajo ka krijuar një ditar të veçantë, ku çdo ditë shkruan kujtime, ndjesi dhe momente të ditës, vetëm për Alevin e vogël. Ky nuk është një ditar i zakonshëm, është një urë shpirtërore mes një nëne dhe vajzës që nuk ndodhet më pranë saj fizikisht, por që jeton në çdo fjalë, çdo mendim, çdo rresht. Pembe, papritur ndjen se diçka nuk shkon. Ajo kupton që Abdullah nuk është pranë saj dhe dyshon se ndoshta ai po kalon kohë me Mary. Me kuriositet dhe pak shqetësim, ajo shkon në dhomën e Merit dhe aty zbulon diçka që nuk e priste, një ditar dhe një foto të Abdullahit. Pa e menduar dy herë, Pembe shkon në kuzhinë dhe gjen aty Merin dhe Abdullahin bashkë. Pa u përmbajtur, ajo e pyet drejt për drejt Meri: "Përse ke një foto të burrit tim?" Edhe pse u pranuat në tryezën familjare, mos mbaj shpresa të kota. Këto fjalë lëndojnë thellë Meri. Ajo përlotet dhe shpjegon se ato janë vetëm kujtime për beben e vogël, një pjesë të kaluarës që nuk do të harrohet kurrë. Nga ana tjetër, Abdullah duket i mërzitur dhe i hutuar nga kjo situatë dhe nga sjellja e Pembes ndaj Merit. Një tension i padukshëm mbush ajrin mes tyre. Fati mëson një lajm që e habit dhe e shqetëson në të njëjtën kohë. Vëllai i tij, Mustafa, po ndihmon fshehurazi një grua duke i blerë një shtëpi të re. I habitur nga ky gjest human dhe i mistershëm, Fati nuk pranon të qëndrojë në errësirë. Ai kërkon me insistim adresën e shtëpisë dhe dëshiron të dijë më shumë rreth kësaj gruaje që po përfiton nga bujaria e fshehtë e Mustafait.